Hidhni një lugë nga kjo përzierje në lavaman çdo mbrëmje dhe do befasoheni me atë që ndodh në mëngjes. A keni dëgjuar se duhet të derrni krip në kanalin e lavamanit pra në tubacionet e saj përpara se të shkoni në shtrat gjatë natës? Po, kripa e tryezës në kuzhinën tuaj mund të jetë e dobishme si një mjet për mirëmbajtjen e tubave si dhe për aromatizimin e tyre. Kripa përbëhet nga një strukturë kristalore e përbërë nga Na plusi dhe Cl-. Kripa gjendet pranë oqeaneve në ujin e kripur, por gjithashtu gjendet edhe në halitin mineral ose kripë shkëmbimore. Sipas NASA, kripa ka mbi 14.000 përdorime të njohura. Disa nga këto përdorime mund të kontribuojnë edhe në lehtësimin e erës së keqe të tubave të lavamanit. Kripa shpërndan yndyrën dhe vajin duke liruar atë. Hidhni gjysmë filxhani krip në lavaman përpara se të flini dhe shtoni sipër një filxhan uthull të bardhë sot buke. Ndiqeni këtë me ujë të ngrohtë. Kripa mund të bëjë gjithashtu largimin e papastërtive dhe erës së keqe që ka lavamani juaj.